العلم تاج ونبراس لصاحبه يرقى به سلم الأمجاد والرتب وإن خلا المرء من علم ومعرفة فما يفيد جمال الوجه واللقب ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut xhelle xhelaluhu, vetëm ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet në këto dita madhështore I dërgojmë profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, fillimisht falenderojmë Allahun xhelle xhelaluhu I cili na e zgjati jetën tonë që na të I arrijmë këto dita të mëdhaja të këtij muaji, që me të vërtetë mo vetëm jemi në pjesën tjetër, në gjysmën tjetër të këtij muaji, ku gati se jemi duke ju afruar ditëve të përfundimit, që lutim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu xhelle xhelaluhu të pranon agjerimin ton të ditëve të kaluara, si dhe Allahu xhelle xhelaluhu të pranon namazin ton, leximin e Kur'anit, dhikrin dhe gjitha veprat e bëra gjatë këtyre ditave të këtij muaji, dhe duke e lutur Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu dhul xhelal të na forcon e të na mundëson që na të I shfrytëzojmë, e veçanërisht këto dita të cilët kanë ngelur, edhe ky dhejtshi I cili tash do të futemi, dhejtshi I fundit që me të vërtetë janë një garim që çdo besimtar duhet të jep maksimumin e tij për të shfrytëzuar. Lutim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu të na mundëson arritjen e këtyre ditëve me netët e tyre e të I shfrytëzojmë ashtu si Allahu xhelle xhelaluhu është në to I kënaqur. Padyshim se vëllezër, ky muaj I madhërisëm jo vetëm si muaj I agjerimit, por subhanallah është dhe një shkollë edukimi, që na edukon neve si musliman, na edukon moralin ton, na edukon sjelljen ton, na mëson se si të rrisim besimin ton, na mëson durimin, na mëson përmirësimin e lidhjes ton mes njëri tjetrit, na mëson përmirësimin e moralit dhe sjelljes, na mëson se si të mbajmë lidhjen ton dhe dashurin ton mes njëri tjetrit, duke u munduar që na të arrijmë atë lidhjen e besimit të cilën Allahu xhelle xhelaluhu e ka livdruar, e ajo padyshim se është lidhja vllazërore, dhe se ky është muaji që me të vërtetë në to besimtarët reflektojnë në këtë pikë shumë më shumë, që ato të zbusin zemrat e tyre, e që të mbjellin dashurinë mes tyre, e të largojnë të gjitha ato sëmundjet të cilat I kanosen zemrës, si zilia, si urrejtja, si përçarja dhe hasmëria, të gjitha ato të cilat I kanosen zemrës si sëmundje kronike të cilat e bllokojnë ato. E padyshim se ajo e cila është pra në vijim si temë o vëllezër është që Islami I ka dhuruar shumë rëndësi lidhjes së muslimanit me vllavin e vet. Edhe se padyshim se historia e Islamit ka shkruar për ato burrat të cilët me të vërtetë ato ishin njerëzit më të fuqishëm në përkrahjen e njëri tjetrit, dhe ishin ata të cilët e mbanin lidhjen me miqësi dhe me fisnikëri e besnikëri në mes njëri tjetrit, e ato janë dietarët e ummetit, të cilët me të vërtetë I la Allahu xhelle xhelaluhu shembull për ne, se si ishin në përkrahjen e njëri tjetrit dhe se si ishin ata në besnikërinë mes njëri tjetrit, e gjitha ajo pra lidhet në ato se Islami I ka kushtuar rëndësi lidhjes vllazërore të një muslimanit me vllavin e vet, aq shumë sa që e ka lidhur fort derisa është bërë besimtari
për vllavin e tij dhe vllavi i tij për besimtarin sikur me qenin një trup i vetëm, që nëse në një trup ankohet një gjymtyr nga gjymtyrët, i gjithë trupi pastaj i përgjigjet në ankth, në ethe dhe është i shqetësuar nga dhimbja e një gjymtyre nëse ka dhimbje në atë trup. Dhe këto na e potencon hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Nu'man ibn Bashiri radiallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Inna mathalul mu'mini fi tarahimihim wa ta'atufihim wa tawaddihim ka mathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha se shembulli i besimtarit në mëshirën mes veti, në dhimbshurinë mes veti, në butësinë mes veti, në dashurinë mes veti, janë sikur një trup i vetëm, që nëse në një trup të vetëm një gjymtyr prej gjymtyrëve ankon ndonjë dhimbje diçka, i tër trupi ai shqetësohet, ndin ethe dhe ka temperaturë dhe pagjumësi. I tër trupi e shpreh ato me pagjumësi nga dhimbja e një gjymtyre e cila gjendet pra në atë trup të vetëm. Jo vetëm ka që vëllezër, por tekstet e Kur'anit kanë ardhur aq shumë që i referohen fjalës së vllavit musliman sikur me qenë vetvetja. Shumë herë që të cilën është përfshirë në Kur'an vetja juaj, vetvetja juaj, në shumë raste i referohet vllavit tënd apo vëllezërive tuaj. Pra në shumë raste, sikur që Allahu xhelle xhelaluhu e ceku për Beni Israilet kur tha se ka marrë beslidhjen e tyre në Teurat, në suratu Bekara Allahu xhelle xhelaluhu tha: "Wa idh akhadna mithaqa bani Israila", kur na morëm beslidhjen e Beni Israilve në Teurat që ata mos të derdhin gjakun, dhe pastaj tha: "Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum", mos i nxjerrni vetveten e juaj nga shtëpijet e juaja. Si kuptohet, mos e nxjerrni, mos i dëboni vetveten e juaj nga shtëpijet e juaja, pra mos i nxjerrni vëllezërit e juaj nga shtëpijet e juaj. Pra njëri tjetrin mos ta nxjerrni nga shtëpijet e juaja, i referohet Allahu xhelle xhelalu vetvetes juaj, pra vllavi musliman është vetvetja yte. Ai është sikur një trup, ai është sikur me qenë një, sikur me qenë ti vetvetja. Allahu xhelle xhelaluhu gjithashtu kur i qorton besimtarët për të menduar sikur kur i ndëgjuan atëherë kur u shpef për Aisha radhiyallahu anha në suratu Mu'minun, فلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. Sikur kur ndëgjuan atë shpifjen që u shpif, tha besimtarët sikur të kishin menduar, kur ndëgjuan atë të kishin menduar besimtarët dhe besimtarët mirë për vetveten e tyre. Çish me mendu për vetveten e tyre mirë? Pra për vëllezërit e tyre dhe për motrat e tyre mirë. Allahu xhelle xhelaluhu gjithashtu referohet por mos me nënçmu dikan, mos me përqesh dikan në Kur'an, tha wala talmizu anfusakum, mos e përqeshni, mos e nënçmoni vetveten e juaj. Qysh kthehet në vetveten e juaj, pra në ato më të saktën, mos e përqeshni njëri tjetrin, pra mos e përqesh, mos e nënçmo vllavin tënd. Pra gjitha kjo na jep të kuptojmë se Islami ka mbajtur lidhjen mes muslimonit dhe vllavit tij me një lidhje shumë të fortë, derisa vëllezër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lidhjen e vllavit tënd si musliman, ndihmën e tij, përkrahjen e tij dhe besnekëria në mes njëri tjetrit të jetë deri në atë nivel ajo dashuri dhe ajo ndihmës dhe të jetë e lidhur edhe me besimin tënd. Hadithin të cilën transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nuk ka besuar ndonjëri prej jush derisa ai ta don për vllavin e vet atë që e don për veti. Pejgamberi Allahut na tregon se lidhja vllazërore, që ta duash vllavin tënd, ka arritur atë kulminacionin që është lidhje me besimin. Besimi është ai i cili e mban këtë lidhjen e fortë të vëllezër, që për shkak besimit ti e dën një vëlla, ti e respekton një vëlla dhe ti e përkrah një vëlla. Shkak fjalës la ilaha illa Allah, të cilët të bohemi dhe lidhemi mes njëri tjetrit, po edhe nëse nuk është gjaki yt,
edhe nëse nuk është farefisi yt, edhe nëse është në skejt të dunjas atje dikund, ai i cili është besimtar, është vllavi yt, dhe ti ato e dën dhe e përkrah, edhe ti i në gjendje për vllavin ton të japish gjithçka sikur me qenë vetvetja yte. Për arsye se Allahu xhelle xhelaluhu na tregoi në Kur'an se lidhja e besimit është shumë e fortë mes vëllezërive musliman. Derisa në Kur'an tha Allahu xhelle xhelaluhu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Besimtarët dhe besimtarët janë miq të njëri tjetrit mes veti. Ata duhen mes veti. Dhe sa ata janë të cilët e përkrahin njëri tjetrin dhe nuk e shesin njëri tjetrin. Derisa Allahu xhelle xhelaluhu tha la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tha Allahu xhelle xhelaluhu nuk gjen një popull që beson Allahun dhe ditën e ahiretit e pastaj të miqësohet me armiqtë e Allahut dhe të dërguarit të tij. Po edhe nëse janë ato prindit e tij, po edhe nëse janë fëmijët e tyre, po edhe nëse janë vëllezërit e tyre dhe nëse janë farefisi i tyre, në moment që është armik i Allahut dhe i dërguarit të Allahut, ai nuk miqësohet me ato. Nuk shpreh dashuri as që dashurohet me to. Pra, me një fjalë kuptohet se Islami është ajo lidhja më e fortë në të cilën i ka lidhur Allahu xhelle xhelaluhu për shkak besimit të cilën nga mirësia e Allahut që ky iman na ka lidh zemrat tona dhe ka futur këtë respektin dhe fisnikrin dhe besnikrin mes njëri tjetrit që Allahu xhelle xhelaluhu na llogariti vëllezër. Tha fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, ju për shkak begatisë së madhe të Allahut që ju ka dhëruar, ju ini vëllezër dhe ju duhet të përkrahi mes njëri tjetrit dhe ta duash atë vllavin tënd musliman të cilën e ke në dinin tënd islam, se për shkak besimit të cilën e posedon dhe dashurisë ndaj Allahut dhe të pejgamberit të Allahut dhe ti duhesh me e dashur atë njeri. Derisa o vëllezër, Allahu xhelle xhelaluhu na tregon se lidhja e imanit, lidhja e besimit ka lidhur bita Ademit me barsit e arshit të Allahu xhelle xhelaluhu dhe ata të cilët janë rreth tij. Para mendohet, çka i lidhi ata krijesa të mëdha të Allahu xhelle xhelaluhu me bita Ademit në dunja që ata të bëjnë dua. Të bëjnë dua, Allahu t'i lutem për ne, për ata të cilët kanë besu. Allahu xhelle xhelaluhu na tregon në Kur'an se lidhja e besimit e imanit është aq e fortë sa që ka lidhur krijesat në tokë me ato më të fuqishme atje në qiell, që janë më afër Allahu xhelle xhelaluhu rreth arshit Allahu xhelle xhelaluhu. Në surën Ghafir, Allahu xhelle xhelaluhu na e shpjegon këtë çështje duke na treguar kështu: fa alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Tha Allahu xhelle xhelaluhu, ata të cilët e bartin arshin Allahu xhelle xhelaluhu dhe ata të cilët janë rreth arshit Allahu xhelle xhelaluhu, pra me laçet, të cilët bëjnë tavaf kështu me radhë në ato të cilët sjellën, tha Allahu xhelle xhelaluhu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ata e lartë madhërojnë Allahun xhelle xhelaluhu me falënderim, duke lavdëruar Allahun xhelle xhelaluhu shumë. Tha dhe pastaj e kanë cilësinë wa yu'minuna bihi, i besojnë atij. Ku i Allahu xhelle xhelaluhu? Besimin që e kanë, tha ata pastaj wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Ata e besojnë Allahun një, edhe pastaj bëjnë istighfar për ata të cilët kanë besuar Allahun këtë në dunjë. Me këtë ajet të vëllezër e kuptojmë se këto krijesa të mëdha janë të lidhura me bita Ademit këtu për shkak imanit, për shkak besimit. Ti qëndron këtu në xhami, ti bën ibadet, ti shkon fal ibadetin e Allahut xhelle xhelaluhu, ti e ke besuar Allahun, ato me laçe lutën o Zot, fali ato atje. Yastaghfiruna lilladhina amanu. Por ata të cilët kanë besu, ato të lutën, e din gjendjen tonë. A kurse na nëse nuk jemi nga ata të cilët mbajmë lidhje në vëllezër, si dëshirojmë pastaj që ta kemi këtë lidhje të fortë mes melaçeve të Allahut xhelle xhelaluhu, për të cilën Allahu xhelle xhelaluhu e lidh ndoshta një njeri që nuk ka vlerë këtu në dunjë për shkak besimit të tij me melaçet e arshit të Allahut, e ndoshta dy njëri i cili është shumë me pozitë të lartë dhe me vlerë këtu në dunjë, po për shkak kputjes së lidhjes të tij me besimin e tij edhe me ibadetet e tij, me krijuesin e tij,
e nënshmon Allahu xhelle xhelaluhu edhe nëse është shumë i çmuar dhe me pozitë dhe i vlefshëm. Ashtu sikur që Allahu xhelle xhelaluhu na tregoi në Kur'an që Allahu xhelle xhelaluhu ai i cili ishte shumë me vlerë, edhe pse ishte axha i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Ebu Lehebi, por Allahu xhelle xhelaluhu zbriti sure për të në Kur'an për nënshmimin e tij edhe për poshtrimin e tij, derisa tha sa yasla naran dhat lahab. Ebu Lehebit, surën të gjithë e dini që i tha tabat yada abi lahabin wa tab, u thafshin duart e Ebu Lehebit apo qofti shkatëruar Ebu Lehebi, tha sa yasla naran dhat lahab, do të futet në zjarrin flakarues. Kush? Ebu Lehebi, axha i pejgamberit të Allahut që ishte me peshë në Mekë, kishte vlerë në Mekë. E pastaj tha Allahu xhelle xhelaluhu e ngriti Salman el-Farisiyun, edhe pse ishte persian i largët, por e ngriti me pozitë Allahu xhelle xhelaluhu, dhe ishte i afërt te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më afër se sa axha i tij, më afër se sa dikush i cili ishte farefisi i gjakut të tij. Pse kështu? Për shkak se Allahu xhelle xhelaluhu o vëllezër të njeh me iman, me lidhje dhe me besim. Nuk të njeh ti se je farefisi, as e dashte pejgamberin Allahut, as keje i afërt i pejgamberit të Allahut, as ke gjaku i tij. Të njeh Allahu xhelle xhelaluhu e njofti Bilalin për shkak bindjes dhe besimit të cilët e kishte. Mu për atë vëllezër, tha një poet i cili e radhiti këtë fjalë të bukur në poezi, tha laqad rafa al-islamu Salman Farisin wa qad wada al-kufru ash-sharifa Aba Lahabi. Tha Allahu xhelle xhelaluhu me këtë islam e ngriti Salman el-Farisin, dhe pse ishte persian, kurse e uli atë me nder që të gjithë e çmonin te populli i vet. Kufri i tij e uli Ebu Lehebin, edhe pse ishte ndoshta gjaku i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Derisa o vëllezër, Allahu xhelle xhelaluhu na ka treguar në Kur'an që edhe atë fëmijën tanë të cilën e ki të gjakut tanë, të cilën ti i në gjendje, çdo send, çdo të shtrenjtë ta japish për ta. Por Allahu xhelle xhelaluhu nuk ta llogarit atë familje tëndën nëse ai nuk është në bindje të Allahu xhelle xhelaluhu. Nëse nuk është në besim, nëse nuk është në dinin e Allahut, Allahu s'ta llogarit familje fare. Nuhit alayhi salam, pejgamberit të madh, i cili ju dhimt fëmijë i tij, dhe nga dhëmshuria e madhe tha o Zot, ky është i familjes time. Innabni min ahli, ky djali i familjes time. Allahu xhelle xhelaluhu si u përgjigj? Innehu laysa min ahli. Ai nuk është i familjes tënde. Nuk llogaritet edhe djali jot i gjakut, nuk llogaritet i familjes tënde. Kjo është o vëllezër që na mos t'i bëjmë qef vetit ton, po djalin ton, edhe fëmijën ton, e prindin ton, e ataxhën ton, të mundohesh që ti ta thirrish në besimin një që shpoton te Allahu xhelle xhelaluhu, dhe që ta mban lidhjen me ty dhe me krijuesin tënd. Familje e llogariti Allahu atë djalin i cili është në saf në xhami aty që e ke së bashku, atë djalin i cili nuk të përkulet në sejdë, ai djali i cili nuk i intereson për krijuesin tënd, e as namazin nuk e bën, as në xhami nuk e shef kurr, ti e don, padyshim se e ki djal, por Allahu s'ta llogarit familja atë. Ta dish se Allahu xhelle xhelaluhu nuk ta llogarit atë familje tënde. Nesër te Allahu xhelle xhelaluhu, ashtu sikur që nuk u fut djali i Nuhit alayhi salam në anijen e shpëtimit, ta dish se dhe djali yt një ditë nuk do të futet në anijen e shpëtimit në ditën e gjykimit kur dolesh para Allahu xhelle xhelaluhu. Pse nuk ke aty në karavanin tanë? Ai djali që bashkë me ty në saf qëndron, ta dish se atë e ki shumë më afër se sa kit gjakut të cilin e ki. Pra ta Aliu radiallahu anhu vëllezër thonte, ala wa inna waliyya Muhammedin men ata Allah. Le ta din se cili se mik i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i dashur i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është ai i cili i bindet Allahut. Ai i cili respekton Allah, ai i cili e bën ibadetin Allah. Tha dhe le ta din se armik i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, tha është ai i cili është armik i Allahut. Ai që nuk i bindet Allah, ai që nuk e ka besuar Allah. Me fjalë besim, në shtëpi, me të njëjtën shtëpi jetojmë, namazin nuk na intereson. Po fëmijën ku e ki Allah, nuk e di, nuk intereson fëmijës tem, nuk falet ai. Edhe fëmijë dhe mos të falet, edhe me një shtëpi edhe nuk të intereson a falet a nuk falet, pse nuk i vjen xhami, po nuk e ka merak.
Fëmijët e tonë nuk i kanë merak xhamin, nuk i kanë merak imonin, besimin. Me të vërtetë se ky është një mesazh i fuqishëm o vëllezër, që rrjedh nga fjalët e Allahut, që na duhet me të vërtetë të kushtojmë rëndësi. Nëse e don me të vërtetë atë fëmijë dhe atë prind, merre përdore në anijen e shpëtimit. Anija e shpëtimit në këtë dunjë është shtëpia e Allahut e cila të shpëton. Ibadeti i Allahut i cili të shpëton, besimi i Allahut i cili të shpëton. Atë që i ki në saf zbashku me atë ije, një ditë të dalësh para Allahut xhelexhau që je më së afërti se sa ndoshta edhe i gjakut. Para mendova vëllezër, derisa Hafidh ibn Hajar rahimahullahu të cilën e dini, komentuesi i haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, një herë të hoxhës vet i tha: Allahu qoftë i kënaqur mbi ty dhe mbi prindërit e tu. Tha u mërzit hoxha i tij dhe i tha: nuk kanë qenë besim prindit e mi. Iq mos u lut për ta. More prindi jem u shumë gjithë ty dhëtë me abo, s'kanë qenë besim. Na dhem që ta shofish një të afërmrin tënd mos jetë në besim. Të dhem dhe duhet me të dhimbë shpirti dhe palca e zemrës nëse familjari nuk e ki në xhami dhe nuk e ki në adhurim. Me të vërtetë se na dhem shpirti nëse një dashamir, një fëmijë, një prind dhe një kujshi, një bashkëshortar, nëse nuk e kemi në adhurim të Allahu xhel xhelalu. Pse kjo është lidhja o vëllezër të cilën Allahu e forcoi dhe aq shumë e mbajti lidhjen që të jetë lidhja vllazërore që të lidhë me melaqet e Allahut xhel xhelaluhu. Kështu na mëson pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se besimtari është i vlefshëm dhe ka vlerë te Allahu dhe te pejgamberi i Allahut sipas dashurisë së tyre të cilën e kanë për Allahun dhe bindjen të cilën e kanë për Allahun xhel xhelaluhu. Nuk pat peshë te pejgamberi i Allahut edhe pse ishin ato më të afërmit. Koka të udhëheqësisë së Mekës ishin e kishte axh, e kishte miq, por nuk pat vlerë dhe peshë te pejgamberi i Allahut. Kush pat peshë? Ai Bilali Zezak atje për shkak dinit dhe fesë që përqafoi fenë e Allahut dhe ju bind Allahu xhel xhelalu, ai pat peshë. Derisa e keni ndëgjuar shkurt vetëm me cekum si shpejt ngjarjen e Xhulelbibit i cili ishte i pavlerë dhe jo i bukur, por në fund të gjithë sahabët nuk i kushtoshin vlerë, po pejgamberi i Allahut u interesua për ta. M'ka humbë mu Xhulelbibi kusht. Pejgamberi i Allahut për atë interesuaj, për kanë për një njeri që ndoshta nuk kishte vlerë të njerëzit. Dhe shoqëria o vëllezër dhe përkrahja duhet të jetë e tillë në mesin e muslimanëve që ato ta duan atë i cili e don Allahu. Pejgamberi Allah na ka mësuar që na të duhemi edhe të vllazërohemi e të dashurohemi me atë që e don Allahun, me atë që është në besimin të cilën Allahu xhel xhelalu na ka zgjedhur. Ai i cili ka iman, ai i cili bindet Allahut, ai është i afërmi me të cilën duhet që të ketë peshë dhe të ketë vlerë. Për arsye se përderisa nuk është kjo gjendja mjon mes nesh, atëherë ndodhin pastaj domethënë trazirat, ndodh humbja, ndrosh prishja kështu me radhë. Pejgamberi Allahu të vëllezër kur e livdroi një herë familjen e Abu Musa al-Ash'ariut radhiyallahu anhu, para mendohet çfarë lidhje të bukur kishin mes veti, tha innal ash'ariyin, tha familja e ash'arijinëve të Abu Musa al-Ash'ariut radhiyallahu anhu, kanë një cilësi që ato kur ishin në luftë, nëse ju harxhitej ushqimi, të cilin e kishin ato së bashku, pastaj kur vishin në fund, tha nëse njërit prej familjes i harxhitej ushqimi, tha përsëri i mbledhni dhe i tubonin kush ka më shumë me një vend, edhe i pjestonin përsëri i ndanin të gjithë të jenë të barabartë. Në familje. Asnjëri më shumë, asnjëri më pak. Njëri ju ka harxhit, ky tjetri ka më shumë, ky tjetri, tha familjarisht të tubonin pasurinë e tyre, çka kishin dhe shpërndashin përsëri në familje që të jenë të gjithë të barabartë. E pejgamberi Allahu te livdron familjen e Abu Musa al-Ash'ariut radhiyallahu anhu. E ky standard të vëllezër është që të jetë me të vërtetë se është obligim që të jetë në mesin ton një herë si hoxhallar edhe në mesin ton si besimtar. Ky standard duhet të jetë në mes hoxhallarëve që na të kem përparësi dhe të afrohemi gjithherë dhe ta duash atë njeri dhe atë xhamat i cili është afër Allahut xhel xhelaluhu. Pse hoxha e dan kit, pse ai tjetri e dan filonin, pse rri me filonin, për shkak se është afër Allahut xhel xhelaluhu. Pse largohesh me filonit se u ka larguar rrugës Allahut. Gjithherë afërsia edhe dashuria, largësia të jenë shkaku i dashurisë edhe i shërbimit dinit Allahut. Filonin pse e çmojmë dhe nderojmë për shkak që është shërbyes i fesë Allahut. Për shkak shërbimit që e bën dinin Allahut.
ai i cili është afër në dinin e Allahut dhe ai i cili shërben fenë Allahut, ai e ka pozitën më të lartë në miqësi dhe në dashuri e në fisnikëri në mes njëri tjetrit. E më para të vëllezër, na duhet që të i respektojmë veçanërisht ata të cilët mas shumti kanë dhënë mund për fenë e Allahut xhela xhelalu. E padyshim se ata janë burrat të cilët i kanë njoftë Islami, janë dietarët dhe hoxhallarët, shërbëtorët të cilët e mbajtën dinin e Allahut xhela xhelaluhu, dhe ata të cilët e dashtën të dërguarin e Allahut dhe ata të cilët shërbyen me të dërguarin e Allahut xhela xhelaluhu. Derisa Ebu Hatim ar-Razi o vëllezër na tregon çfarë vlere tha kishte Ebu Mushar. Ebu Mushar ishte një dietar i madh i Shamit, një faqih i madh i cili tha se më mahnitte prestigji i madh i tij që xhamatin që e kishte në Sham, në Damas kurish, tha aq shumë e nderonin këtë burr të madh. Tha kur dilte prej xhamis, istafen nasu yuslimun ali. Njerëzit tha u bënin safa për ta përshëndetur dhe për t'ia puthur dorën e tij. A kurse te na ka arritur e kundërta. Njerëzit i kanë ftofur sa ma shumë prej njerëzve të dijes. Se ti kur të nënçmohet njeriu që t'jep dije, ai që ta mëson dinin dhe fenë, atëherë më shumë le është që të manipulon me ty. Në meselet e dinit, në meselet e fejës, edhe në shumë sende tjera të cilët të prishet dhe me thonë ai komoditeti i cili e posedon në besimin tënd dhe në jetën tënde. Gjithashtu, vëllezër, aq shumë kishin vlerë edhe shfaqej dashuria mes veti, mes këtyre burrave të mëdhenj, të dietarëve të cilët ishin besnik në mes njëri tjetrit. Edhe shfaqej miqësia e madhe mes njëri tjetrit, sa që gjithherë ato e shprehnin respektin ndaj një dietari, ndaj një hoxhës, edhe nëse ai ishte më i vogël se ai, edhe nëse ishte ndoshta më pak me dije ose më pak me vlerë se ai. Omer radiallahu anhu kur folte për Abu Bekrin radiallahu anhu, sahabi i pejgamberit Allahut, folte aq bukur dhe aq mirë, derisa thonte ky Bilali është nga mirësitë e tij, se ai e ka paguajt lirin e këtij. Abdullah ibn Omeri, sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur pat ardhur një herë në Mekë aty, Abdullah ibn Omerit ju të buan të gjithë njerëzit që të marrin meselet, ai është sahabi i pejgamberit Allahut. Ky paramendohet çfarë respekti o vëllezër, çfarë besnikërie dhe çfarë përkrahje ndaj atij i cili ishte prezent aty. Tha të bohit e unë që të merrni mesele, kurse në mesin e juj është Ibn Abi Rabah. Ata Ibn Abi Rabah ishte tabiiu i ndershëm që ishte në Mekë. Ky ishte burri i madh. Tha te ju këtu është Ata Ibn Abi Rabah. Edhe pse ky ishte tabiin, nuk ishte sahabi i pejgamberit Allahut. Po tha në mesin e juaj këtu e kini Ata Ibn Abi Rabah. Te ky kthehi. Sahabi i pejgamberit Allahut jep vlerë një tabiinit më shumë, që të kthehen te ai më shumë. Kështu pra duhet këtë standard dhe na si hoxhallar ta kemi mes vit. Ajo ti trishtysh njerëzit e ti frikojsh ruhu pi atij, ruhu pi këtij, mos shkodaj se ta prish fen, mos e ky tjetri s'din, ky tjetri din, kjo është me të vërtet nuk është moral i besimtarit. Ajo e cila është standardi që na duhet që ta posedojmë o vëllezër mes veti, është që na të vlerësohemi dhe të miqësohemi e të kemi respektin dhe përkrahjen ashtu sikur që ishin mësim që i la Allahu xhelaxhu këta burra. Derisa Ahmed ibn Hanbali na tham që ai është lut por Imam Shafiu rahimullahu shumë. E pastaj njerëzit i than një herë te Imam Shafiut, pse ti po shkon me vizitu Ahmed ibn Hanbalin? Ai të viziton, ti shkon e viziton ata. Ti je më i madh. Me dituri ai por ty ka thon kështu e kështu i madh shumë me vlerë. A dikush je ti çkush ta vizitosh Ahmed ibn Hanbalin atje? Si u shpreh Imam Shafiu vëllezër? Dëgjoni këto fjalë që i radhitin poezi. Imam Shafiu rahimullah tha qalu yazuruka Ahmedun wa tazuruhu qultu wal fadailu ma tu'addu manzilahu in zurtuhu fa bi fadlihi aw zurtuhu fa li fadlihi wal fadlu fil halayn lahu. Tha Imam Shafiu rahimullah tha më thojnë e viziton Imam Ahmedin, e të viziton ai pse ta vizitosh Imam Ahmedin? Tha unë tham se virtyti, vlera, mirësia nuk del prej shtëpisë së tij. Nëse unë e vizitoj për shkak vlerës që ka ai. Nëse ai më viziton mua për shkak se ai ka vlerën viziton mua. Tha wal fadlu fil halayn lahu. Mirësia dhe virtyti në ty dy raste tha ushi ti. Nëse unë shkoj, unë e rriti vlerë. Nëse shkoj ta vizitoj Imam Ahmedin, edhe pse është Imam Shafiu tha i madh shumë,
Tha nëse shkoj ta vizitoj Imam Ahmedin, tha unë rriti vlerë për shkak vlerës që e ka Imam Ahmedi. A pet ati i kthehet vlera. Këtë njerëzit do thonë, Imam Shafia e ka vizituar Imam Ahmedin. E nëse më viziton ai, përsëri tha vlera i rritet dhe virtyti ati, thotë e ka vizituar kush? A di kush e ka vizituar? Po Imam Ahmedi e ka vizituar. Vlera përsëri në të dy anët kthehet këtij burri. E më për ato vëllezër, është çështje se është shfaqur tek këta burra për krahja e madhe në mes njëri tjetrit, derisa edhe nëse kanë pje me zveti dietarët e mëhershëm të këtyre burrave të cilët i la Allahu xhallahu shembull. Një herit Waqi ibn Jarrah ka qenë dietar i madh i Bagdadit, e kur shkon një herët në Mekë provohet me një transmetim të një hadithit derisa i tubohen ashtu si rrëshqitje të çdo dietar, ka ndonjëherë ndonjë rrëshqitje, ndonjë gabim, e kur i tubohen derisa vjen çështja te udhëheqësi i Mekës që ka qenë në atë kohë. Po në aty ka qenë prezent Sufjan ibn Uyeyne. Waqi ibn Jarrah me Sufjan ibn Uyeyne tha nuk kishin raporte të mira. Dietar të mëdhenj me zveti, gjithherë ndoshta ndonjëherë ndodh që mos kite raporte të mira, por kur ka ardhur rasti i ndihmesës së njëri tjetrit, tha derisa ardh çështja që Waqi ibn Jarrahin ta varin në Mekë për shkak gabimit të cilët e pat bërë, dhe u burgose u dashki me mvar, tha kur vjen lajmi te Waqi ibn Jarrahi se duhet më varë dhe më fund e ka jetën e tij, tha këtu vetëm Sufjan ibn Uyeyne mundet me ndërhy. Që ka respekt ai Uthmaniu që ka qenë udhëheqësi atëherë në Mekë. Vetëm Sufjan ibn Uyeyne tha mund me ndërhy këtu. Tha duhet me shku me lutë me ul ati. Kur merr vesh Sufjan ibn Uyeyne, nuk tha se mirë ja bojnë ati. Hajt se ai e ka kërkuar ose lyp ose ta heqin qafër sa më shpejt. E të bësh komplote si ta rrëzosh e ta humbish e t'jes veçun. Asnjëherë kjo s'ka qenë moral i dietarëve të sinqertë të vëllezër. Po me njëherë është çu dhe ka shku i ka ndihmu dhe ka ndërhy atje te gjykatësi, atje te udhëheqësi që të i thot ati kanë je duke ekzekutu. Një burr të madh me dije të madhe në Bagdadit që dhe familjet e tij, ndoshta fëmijët e tij familja mund të jenë domethënë shërbys që shërbejnë këtu në postin ta. Dhe pastaj ndikon fjala e Sufjan ibn Uyeynes edhe nuk varet Waqi ibn Jarrah. Kjo është vëllezër ndihma, edhe pse gjithatë për shembull kur e kanë një herë Imam Shafiu rahimullah kur e çojnë në burg Muhammed ibn Hasan al-Shibani, pse ka qenë mezhebit Hanefi, ndërhin se ja qitën një shpifje Imam Shafiu se ka fol për udhëheqësinë e Abasive, ndërhyn Muhammed ibn Hasan al-Shibani, nxënësi i Abu Hanifës, pse ka qenë mezhebit Hanefi, ai ndërhin për ta shpëtuar Imam Shafiun rahimullah. Janë ndihmuar dhe përkrahur me fisnikëri me zveti o vëllezër. Se imani bindja është aja e cila e mban, po edhe nëse kishin ndonjë mosmarrveshje në mesin e tyre. Mu për atë vëllezër, ishin dietarët ata burra të cilët e përkrahnin aq shumë njëri tjetrin, edhe pse ndoshta ndonjëherë kanë pas ndonjë largësi, por asnjëherë nuk gëzohej me sprovat e atij tjetrit si vëlla musliman, kja i hoxh ke dietar. Edhe nëse vdiste ndonjëri prej tyre u pikëllonin aq shumë. Derisa Ejub as-Sakhtaniu rahimullah tha inni ukhbir bi mauti ar-rajul min ahli sunnati fa ka'anni afqidu ba'd a'dha'i. Tabiu i ndershëm Ejub as-Sakhtaniu rahimullah tha unë nëse lajmërohem se ka vdek ndonjë njeri, ndonjë burr i ahli sunnetit, tha unë me të vërtet ndihem sikur më është prej ndonjë gjymtyre trupit tëm. Të vdes një dietar i ahli sunnetit është sikur me ta prej një gjymtyr, me ta shkul një gjymtyr të trupit tëm. Për atë tha Ejub as-Sakhtaniu rahimullah vëllezër, bëni amend, tha inna alladhina yatamannawna mauta ahli sunnati yuriduna yutfi'u nur Allah. Ata të cilët shpresojnë që të vdesin ahli sunneti, le ta dinë, tha se ata shpresojnë ta mbyllin dritën e Allahut, ta shukin dritën e Allahut. Ahli sunneti dhe xhamati janë ata burra të cilët e mbajnë dritën e Allahut xhel xhelaluhu të ndriçuar, të dhezur. Tha ata të cilët dëshirojnë që të vdes e ta shkatron e ta humb ato, edhe ta ekzekuton e ta shuk, tha dëshiron ta shuk dritën e Allahut, edhe pse dritën e Allahut tha nuk shuket asnjëherë, se Allahu është plotësuesi që e plotëson dritën e tij. Ai e çon në vend. Gjithherë mundohet si me e ul një të ehli sunnetit. Ai cili thërret me Kur'an dhe me sunnet të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një dietar të cilën e posedon në vendin tënd, dikush i cili me të vërtet ndriçon me dritën e Allahut njerëzit, atëherë kur të dëshirojsh dhe mos të dhimbet
vdekja e tij dhe humbja e tij sikur me shuk dritën Allahu xhël xhelalu. Për atë vëllezër, Yahya ibn Ja'far për Imam Buhariun tha, vallahi kisha pas dëshirë, sikur të më mirëshin nga vitet e mia që i kam të jetës, e t'ja dhuroj Imam Buharius, tha të sheqon në dorën time dhurimi i viteve, do t'ja dhurojsha Imam Buhariu. Tha se nëse vdes unë e vdes si njeri, unë një njeri, as një send dobi më shumë nuk kam, por nëse vdes Imam Buhariu ka vdek dituria. Është varrosur dituria komplet. Pra të shpresonin që t'ja jep vitet e veta një njeriu të ehli sunnetit që ai të vazhdon e të ecë e të thirr në ndriçimin e Allahut edhe të pejgamberit selam. E më për atë vëllezër ta bënin dua aq shumë, dhe se kjo është një mesazh i bukur për ta marrur ne, si hoxhallar, si xhamat, që të lutesh për atë burrin që thërret në rrugën e Allahut, atë dietarin, atë hoxhën që thërret në rrugën e vërtetë, në sunetin e pejgamberit Allahut, në rrugën e siratul mustaqimit, të bësh dua vazhdimisht për të, o Zot forcoa, o Zot përforcoja komt në këtë din, o Zot jepi bereqet që ai të vazhdon thirrjen e njerëzve kështu, e mos të devijon, se na e kemi një cilësi të keqe, me nxepresim që të devijon hoxha, një thirrës i madh, një dikush që bën thirrje në Islam shumë dhe ka një dobi, e presim ku do të lshet dhe ku do të gabon. Kjo nuk është cilësi e Islamit. Na do të më bëj dua vazhdimisht që ta ruan Allahu xhel xhelalu atë burr i cili ta ndriçon rrugën, ta shpjegon fenë Allahu xhel xhelaluhu. Edhe pse Imam Ebu Hanifi rahimullah e kishte hoxhën e vet të vëllezër para menua, aq shumë e respektonte, thonte, edhe pse ka pas shtëpia shumë drejt te shtëpia e hoxhës së tij Hamad ibn Sulejmanit, tha kur nuk i kam shtri këmbët e mia nga shtëpia e hoxhës tëm, për shkak respektit që i kisha ndaj tij. Edhe pastaj këtë respekt e mori dhe nxënësi i tij, Ebu Jusufi rahimullah, i cili ishte nxënësi i tij, thonte, unë mas shumë që bëj dua Ebu Hanifen e kam nxjerrur edhe para prindve të mi, që të bëj dua, lutem për ta edhe para prindve të mi, për shkak vlerës si hoxh dhe si dietar të cilën e kishte. Dhe se kjo është vëllezër ajo e cila Ishaq ibn Rahawayh tha, pak nota më kalojnë që unë mos të lutem për ata burrat e mëdhej të Islamit, të cilët Allahu xhel xhelalu i pa nderuar. Këto ishin ato burra të cilët bënin dua vazhdimisht. Ahmed bin Hanbeli tha i shkunte me emra ata dashamirët të cilët tha na bënim dua për ata të cilët kemi transmetuar dhe ata të cilët kanë transmetuar nga ne. Me emra i shkruanin o vëllezër, me emra dhe bënte dua natën që të lutet për ata burra. Allahu ta forcon, Allahu ta ruan në këtë merat. Po për atë pra, lusim Allahun xhel xhelaluhu, që Allahu xhel xhelaluhu ta bën që ky standard të jetë në mesin ton. Allahu të na udhëzon në përkrahjen e dinit të Allahut, në udhëzimin dhe besimin e fortë dhe këtë lidhje e cila mban lidhjen e Islamit të gjithë të muslimanët, dhe lusim Allahu xhel xhelaluhu që Allahu xhel xhelaluhu dietarët e hakut e të drejtë Allahu xhel xhelaluhu t'i forcon dhe t'i ruan, dhe Allahu xhel xhelaluhu ta bën këtë mesazh të jetë mësim për ne dhe për ju, e që këtë këtu Allahu xhel xhelaluhu ju shpërbleft me mëshirën e madhe të tij në këtë muaj të madh të mëshirës, dhe lusim Allahu xhel xhelaluhu që Allahu të liron qafat tona nga zjarri i xhehenemit, na bëni halal që ndoshta e zgjatëm pak. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.